në skenën politike para zgjedhjeve të 7 qershorit. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka konfirmuar se do ta ketë mbështetjen e Fatmir Limajt në zgjedhjet e jashtëzakonshme. A mund ta ndryshojë kjo aleancë rezultatin e zgjedhjeve? Këtë çështje diskutojmë me një super panel ku të ftuar në studio kam mikën e emisionit ton, zonja Anita Shabani, kënaqësitë është me ne zonja Shabani. Faleminderit për ftesën. Sikur rrallë herë Lulzim Veliu na paraqitet në studio sepse zakonisht e kemi në lidhje direkte. Zotri Veliu, kënaqësi ju kemi në Kosovë. Faleminderit për ftesën, përshëndetje të gjithëve. Bashkëmangshme në diskutime të tilla është edhe mikesha tjetër emisionit ton, zonja Afërdita Malishi, kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit problem. Në lidhje direkte kam mikën e emisionit ton dhe tem zotri Kora Blakaj, që Rishtaze ka publikuar edhe një libër. Zotri Blakaj, kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Përshëndetje, faleminderit. Zonja Shabani, do ta filloj me ju, në fakt edhe pse do duhet ta filloja me zonjën Musliu, këtë bisedë do ta filloj me ju, me zonjën Malishi. Më intereson të di se si e pa realisht intervistën e djeshme të zotrit Hamza. Unë personalisht kam qenë kritike ndaj mos përfshirjes zotit Limaj në listën e Partisë Demokratike të Kosovës, në kohën kur Partia Demokratike e Kosovës ka krijuar një narrativ që ky pushtet është autoritar edhe ky pushtet është i rrezikshëm. Konsideroj që gjëja që do duhej me bo do të kishte qenë bashkimi i forcave në mënyrë që ta rrezikoj këtë pushtet ose ta ndryshoj këtë pushtet. Do thotë ky do duhet të ishte qëllimi. Pra sa më shumë forcimi i këtij subjekti politik do të thotë që subjektet tjera të dobësohen, rrjedhimisht edhe subjekti i cili tashmë e ka pushtetin. Prandaj unë e vlerësoj shumë edhe pse mbetet me pa nëse ata mbështetës të zotit Limaj do të çojnë vot tek PDK-ja, por mbetet me pa, po mendoj që është një hap konkret edhe një mbështetje reale që mendoj që ka ndiku edhe gjuha ndaj krerëve të UÇK-s, e cila i ka bu bashk këto subjekte, sepse ata Limaj rrjedh nga subjekti i PDK-s, është edhe ai në fillet e para të themelus i këtij subjekti politik. Prandaj kur vihet në pyetje tema UÇK-s, besoj që kjo ka qenë shkaku kryesor që Limaj sot është aty dhe mirë ka bërë, sepse kjo tregon një bashkim i cili po i kundërvihet një pushteti të tillë. Por realisht po i kundërvihet pushtetit ky bashkim, duke marrë parasysh se ishte PDK ajo që nuk e la të garante brenda listës së saj zotri Limaj, i cili madje edhe kishte një kërkesë për të futur në këtë listë. Po është mëse vërtet se zoti Limaj dhe nisma social-demokratike kishte një kërkesë edhe para këtyre, domethënë para zgjedhjeve të përcaktuara për datën 7 qershor që të jenë pjesë e listës së Partisë Demokratike, kërkesë e cila nuk u përfil apo kishte mos pajtime brenda kryesisë së Partisë Demokratike dhe si rrjedhoi e gjithë asaj çfarë ndodhi, pra ka mbetur jashtë listës së Partisë Demokratike për këto zgjedhje. Mirë po unë mendoj dhe vlerësoj si një gjë të mirë dhe si një bashkim të natyrshëm të dy subjekte politike, një nga forcat kryesore në vend dhe një subjekti të vogël politik, që për fatin e keq në zgjedhjet e kaluara votat që kishte mbledhur nisma social-demokratike u shpërndan të gjitha subjektet e si rrjedhoi asaj lëvizja vetëvendosit që është forca kryesore ka marrur numër më të madh të asaj shpërndarje. Një gjë e tillë unë mendoj se në këto zgjedhje nuk do ndodh dhe një pjesë e mirë e votave dhe elektoratit të nismës social-demokratike do të jenë krah Partisë Demokratike. Unë pajtohem plotësisht me zonin Shabani kur thotë se presioni apo një gjuhë e egër që është duke u bërë për kohën e fundit kundrejt çlirimtarëve dhe kundrejt pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është një nga faktorët që i ka shtyrë këto subjekte të bashkohen në një front të përbashkët, që është gjë shumë e mirë, sepse me thënë të drejtën është bërë e padurueshme gjithë ajo çfarë po ndodh kohën e fundit, marrin guximin dhe t'i shojnë çlirimtarët pa marrë parasysh emrat dhe mbiemrat e tyre. Ne të gjithë e dimë se në çfarë presioni dhe në çfarë situate ka qenë Kosova para luftës
së ushtrisë lirimtare, gjatë luftës së ushtrisë lirimtare, e dim sa të pabarabartë kemi qenë në atë luftë, mirë po pikrisht janë këta që arritën të mposhtin atë Serbisë pashku me ndihmën që erdhi edhe nga forca ndërkombëtare. Kurtin kësaj here me këtë bashkim? Kësaj here nuk besoj se do të arrijnë që ta mposhtin Kurtin, unë mendoj se kësaj radhe sërish forca kryesore pas tyre zgjedhjeve do të jetë lëvizja vetëvendosje, se kjo është bërë tradit në të popullit i Kosovës dhe sikur ne zgjohemi më vonë se popujt e tjerë. Po është mëse e vërtet, kemi parë ndryshime që ka ndodhur edhe Çka po të më thonë që të verbër populli i Kosovës? tek shqiptarët e Maqedonisë. Unë zakonisht këto krahazime i marrë fillimisht mes të popullit tonë që është i ndarë fatkeqësisht në shumë shtete. Për shembull, kemi pas raste të populli shqiptar në Maqedoni që për një periudhë votoi Partinë Demokratike Shqiptare, mirë po ishte momenti kur ata vendosën dhe kaluan të forca tjera. Ndërsa ne në Kosovë për vitet tona dhe erdhi dhe lufta dhe prap vrapuan pas lidhjes demokratike të Kosovës, edhe pse dinim që Lirinë dhe Kosovën e çliruan djemtë e UÇK-s dhe ata që ju e ndihmuan atë luftë, ne prap ishim pas Ibrahim Rugovës e Lisë Demokratike. E mendoj se edhe me Kurtin do të dodhe edhe një apo dy mandate, pastaj do mbetet sigurisht sikur që është lidhja demokratike e Kosovës. Mirë, shumë i ka thënë mandat Kurtit, por çështja është se një prej adresimeve serioze të zotrit Hamza ishte edhe emigrimi i popullsisë së Kosovës. Zonja Maliqe, është ky njëri prej problemeve më serioze të vendit tonë, edhe është ky problemi i cili shpërfaq realitetin e Kosovës, sepse ti për vetë faktin që ke vendosur me lshu këtë vend, pavarësisht nëse lavdor se don Kosovën nëse jo, kjo tregon formën se si jeton ti në shtetin tonë. Me të drejtë, Hamza e ka cek një nga problemet që ne po ballafaqohemi si shtetër çështja e emigrimit dhe statistikat e fundit thonë që një numër i madh i të rinjeve ose edhe i familjeve, se s'është më që po emigrojnë vetëm të rinjt, po emigrojnë komplet, ndoshta pavarësisht që ka kriju jetën këtu, megjithatë to ndryshimet e fundit, çështja ekonomike e ranë, po gjojnë mënyra tjera dhe po emigrojnë. Dhe fatkeqësisht kjo qeveri nuk ka arritur të bëj politika të drejta që qytetarët të ngelen të punojnë të, sepse e tha zotnia ma përpara, na nuk është që e kemi fitu këtë shtet letë. Më thonë, ne kemi fitu me sakrificë, me luftë, me gjak, dhe është e dhemshme tash 27-8 vjetë mas përfundimit e luftës, ti shë, për shembull, nëse shkon në ndonjë katon ma periferiku, në shë që pëthuj se shumica e katunit është shtëpit janë të roletat janë të mbyllura sepse nuk ka kush jeton aty, kanë marrë rrugën e emigrimit. Por të kthejna te çështja që ti e diskutove më herët rreth çështjes E dija se do të kthehesh te zotri Limaj, patjetërisht diskursi e lëvizjes vetëvendosje karshi ushtarëve të UÇK-s dhe karshi e shkrerëve të UÇK-s nuk ka qenë i panjohur vetëm këtë, domethënë vetëm muajve të fundit. Është i njohur, ata kanë pas diskursin e njëjtë ndaj Hashim Thaçit, ndaj Kadri Veselit, nuk është ndonjëherë që edhe për çështje më elementare. Po pse lidhet këtë diskursi i vetëvendosjes? Na po flasim për dy njerëz të cilët s'kan bëjnë me vetëvendosjen. Po bashkë bisedus thamë që një nga arsyet ka qenë edhe çështja që... Pra i bie që PDK-ja po veproj ka në kuadër të asaj se çfarë bën vetëvendosja, pastaj këta në reakcion veprojnë. Nuk po folim për PDK-n. Thamë që një nga arsyet që Limaj ju ka bashkangjitur Partisë Demokratike të Kosovës, pavarësisht që PDK-ja nuk e mori kur ai i bëri kërkesë, është një nga arsyet gjuha e ashpër ndaj krerëve të UÇK-s. Kjo apo bie kjo në farë forme manipulimit të këtyre nga vetëvendosja, sepse në qoftë se ata bojnë hapa konkret politik në kuadër të opinioneve të vetëvendosjes, atëherë po i bie që po bin atë Grac. Kroni apo mblen me sqaru. Patjetër. Me kuriozitet jam të citova
ta që tha një nga arsyet dhe me të drejtë. Mirë po, unë e kujtoj që Fatmir Limaj shumë ma herët e ka pasi ide një front të përbashkët opozitor. Shumë ma herët, para zgjedhjeve të shkurtit të vitit të kalur. Dhe ka qenë më i hapur. Ka qenë më i hapur, nuk pat ndodh ai fronti përbashkët opozitor në atë kohë. Masa ne kemi pa televizjet e Limajt pak para, do më thonë, mas zgjedhjeve të 21 shkurtit, ato mundësit që Limaj të shkoj një koalicion me VV-n dhe nuk ndodhen dhe fatbarësisht është lajmi mirë që më në fund, do më thonë Limaj, si një nga themelusit e Partisë Demokratike të Kosovës, si Limaj ka qenë një nga themelusit dhe elektorati është pothuajse ka dalë nga shtrati i Partisë Demokratike. Ne kemi pa gjatë kësaj kohe ka qenë një thirrje e elektoratit që edhe një pjesë të PDK-s, edhe një pjesë të nismës që të bashkohen për vetë partin se nisma nuk e ka fuqin ma që të jetë pjesë e parlamentit, sepse ne e pam që s'arriti me kalu një pragun zgjedhor dhe aj elektorat duhet të orientohet dikon, që të mos mbetet pa kry, si po themi. Dhe Limaj ka gjetë rrugën më të mirë, pra, pavarësisht që PDK nuk e pranojnë momentin edhe i dha arsyet e veta, Limaj kjo është dëshmi pavarësisht asaj çfarë bëri PDK-ja, që Limaj po donë seriozisht me ju bashkangjit dhe mushkrinë në Partinë Demokratike. Pra, me vetë partin që Limaj doli dje në një takim me Hamzen, doli në një intervizë dhe i bëri thirrje elektoratit që të vetë që vota të shkoj për Partinë Demokratike, është dëshmi që Limaj dhe nisma do të shrihet në PDK, mirë po tash i mbetet PDK-s që ti rregulloj këto çështjet tjera për të cilat po besoj që dje janë marrë vesh. Dhe zotri Blokaj, nga kjo që kuptojën nga ajo që u tha në studio, si një jo njohës i mirë i politikës, i bie që PDK-ja i do votat që mund të sjellë Fatmir Limaj, por jo dhe Fatmir Limën brenda listës së tij saj zgjedhore. S'është ashtu. Si nuk është ashtu se Më fal Blokaja, mundëm patjetër. Pse nuk i futin listë pra, masi po e doj, nuk pidoj ka votat e tipo dhe Limaj. Ne themi anej kana kur thehet buka nuk ngjitet më mirë, apo kupton? Ka pas disa arsye që PDK-ja ka hezitu me marrë Fatmir Limaj. Disa arsye për të cilat i ka cek PDK-ja. Do me thonë, mënyrën që Limaj, ndarja Limes në atë kohë, pastaj Limaj që ishte i gatshëm të bënte koalicion vitin e kalu me lëvizjen vetëvendosje. Kishte disa takime pastaj me Lumir Abdigjikën, pra ka qenë një farloj jo besueshmërie dhe vetë fakti që Limaj tash e ka marrë këtë hapun menoj që është një hap që mjaft i besueshëm tash për Partinë Demokratike. Nuk do të largohem nga ajo që ju pyeta, e marrëm opinionin e zonjës Maliqi, por do doja të dihet opinionin tënd zotri Blokaj, si shikon këtë lëvizje të PDK-s, pra takim me Limaj, marrëveshje me Limaj jashtë listës. Unë nuk e shoh si bashkëbiseduesit në studio që ky bashkim është për shkak të gjuhës së ashpërsuar të oponentëve të tyre kundër figurave të ushtrisë e parë të Kosovës, sepse më të ashprën gjuhë ndaj bashkëluftëtarëve e kanë pasur vetë këta njerëz. Ju kujtohet deklaratat e Limajt për Hashim Thaqin, ju kujtohen deklaratat e Ramushit për të tjerëve për këta dhe domethënë nuk ka lidhje interesi ose mbrojtja e luftës UÇK-s, sepse nuk ka perspektivë që të mbrohet lufta UÇK-s nga populli i vet. E dyta, emëruesi i përbashkët i kësaj lëvizje, siguria e saj të përçarjes paraprake ka qenë interesi personal i këtyre figura e jo interesi kombëtar as ai shtetëror. Këta janë ndarë për puro interesa. Më falë, zotri Blokaj, po, ajo çështje e të kaluar, më intereson tash çfarë i bashkon, sepse nëse ju thoni se i bashkon interesi, atëherë i bie se zotri Limaj nuk do të bashkohej me PDK-n, sepse në formën se si ju ka bashkangjitur sot PDK-s në fakt. Zotri Limaj, ai ju ka bashkangjitur për të ndihmuar, jo për të përfituar. Të paktën nga ajo që u tha dje, zonja Maliqi. Përfiton e të ardhmen. To bashkime në këtë moment janë bashkime të zorit që nuk kanë lidhje fare as programe ideologjike. Fakti që e ka krijuar ka qenë nga themeluesit e Partisë Demokratike nuk e bën fare person ideologjikisht të afërt me PDK-n. Nisma ka koncept të postuar ose dhe publik si social-demokrata, ndërsa PDK-ja është një parti që anon ose thot që është parti djathtiste.
Pra edhe një herë po kthehem, as nuk është interesi për ta mbrojtur UÇK-n, se nuk mbrojt UÇK-ja nga populli vet, dhe as nuk është interesi i Kosovës, por është një momentum për jetë avdekje që i detyron të bashkohen për të qëndruar edhe pak kohë në skenën publike, sepse siç po shihet, domethënë populli është më i emancipuar se klasa politike dhe nuk i do këta në asnjë rrethon që të rikthehen përsëri në pushtet. Atë zotri Bllakaj dorën zemrën subjekti i dytë më i votuar në Kosovë, kupton? Kjo çfarë po thonin, po të mos i donte dikush në pushtet, nuk do t'i votonte. Të gjithë bashkë bëjnë më pak se 49% nga ajo e zgjedhja e fundit, dhe në këto zgjedhje që po vijnë, ky rezultat vetëm se do të thellohet dhe unë Mirë, sepse do ta hapim diskutimin zotri Bllakaj dhe do ta kemi mundësi të diskutojmë edhe për këtë çështje. Tani do doja të hapim një sondazh në djathtë ekranit juaj, është hapur një QR kod përmes së cilit ju mund të bëni pjesë të sondazhit tonë, ku pyetja sotme është a do të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve Bashkimi Hamza Limaj. Votani me anë të QR kodit, bëni pjesë e tij, ndërsa në studio do doja të Bashkimi Hamza Limaj është i njëjtë sikur Bashkimi i Vjosës me Luminit. Faleminderit zotri Bllakaj, sepse po e hapim bashkëbisedim. Faleminderit që na futën në këtë pikë edhe realisht dëshiroja të dilja tek zonja Shabani. Zonja Shabani, shumë kush po e tërheq paralelën e korabit. Edhe është totalisht normale në këtë moment të krijojmë një paralele, por realisht si shikon ti, cilat janë dallimet dhe të përbashkëtat e këtyre bashkimeve? Jo, absolutisht nuk është i njëjtë, për shkak se lëvizja e zonjës Vjosa Osmani është bërë në një periudhë kur i është mohu e drejta ose dëshira për të vazhduar postin e presidentës, ndërsa afrimi i zotit Limaj po bëhet në kohën kur ai nuk është pranuar në listën e PDK-s dhe janë dy paralele të ndryshme. Do thotë ajo po tenton që votat të cilat i ka pas mundet me i qute LDK-ja si formë shpërblimi për pozitën e presidentit, ndërsa në anën tjetër kemi një deklarat të një bashkim të PDK-s, të zotit Limaj me PDK-n, i cili garanton vetëm mundësin e forcimit të PDK-s dhe bartjen e elektoratit të tij potencial tek PDK-ja. Nuk pajtohem absolutisht që PDK-ja nuk është parti serioze. PDK-ja përgjatë këtyre viteve ka pas një krizë për shkak të mungesës së krerëve të saj dhe pa tjetër që tregon stabilitet nëse ti si subjekt politik mrin me menaxhu qoftë organizatën brenda, strukturat brenda partisë, qoftë edhe raportin me elektoratin tënë, që ka qenë rasti konkret, sepse PDK-ja është partia e dytë më e madhe në vend dhe ka një elektorat stabil. Do të thotë nuk ka psu rënje, kur dihet që dy krerët e saj nuk janë këto. Përqindjen të cilën e përmendi, vota në përqindje të lartë kanë pas edhe Miloševići, edhe Enver Hoxhaj. Ka pas edhe Hitleri dikur, po mos merrem me historit, merrem me momentin. Edhe Stalini, edhe Lenini, edhe Pa tjetër, nuk duhet të thirremi se nëse vazhdojna me përkthy në përqindje, dalim vetëm afërsisht 50% e popullatës që kanë drejt vote. Dhe votat rrjedhimisht. Hynat e kalkulimet e tilla është fjala. Ky bashkim i zotit Limaj me zotin Hamza dhe i Vjosas me Abdixhikun, a është për interes të Kosovës apo për çfarë interesi? Për interes të subjektimin e tyre, kështu që nga këndvështrimi im po flas. Bashkimi i tyre mundësit për forcem në mënyrë që ta ndryshojnë pushtetin në shumë legjitime. E qartë, dhe po kthehemi tek thelbi, dhe më të parafër se sa nga Kosova, domethënë. Po ik pjesa profesionale e vendit tonë. Po iken njerëz të cilët kanë kryer fakultetin e mjekësisë, inxhinier të ndryshëm, pra truri i vendit, po a mendon se do të ketë një alternativë që këta tri të mbesin Kosovë? Fillimisht deshta të kundërvihem zotit Bllakaj me atë kur tha se nuk është një bashkim i natyrshëm pasi kemi të bëjmë me një parti demokratike që është e krahut të djathtë dhe social-demokrat, nisma social-demokratike. Në qoftë se shohim në thelb, është një bashkim shumë i natyrshëm sepse këta janë bashkëthemelues të Partisë Demokratike, të asaj partie demokratike që fillimisht ishte si forcë Se janë ndarë. Lërë ta mbaroj mendimin, pastaj ta ja përgjigjen edhe për atë pjesë.
Dëmonë është ka qenë e krijuatike, po në Kosovë ende nuk kemi një profilizim të mirë filozofik në mes të subjekteve politike, qka po e bën edhe gjithë këtë rmuj, pra kemi krahu që fiton shumicën le të udhëheq me vendin, pra si kur rasti konkret me Shqipërinë, për shembull, atje çdo herë një profilizim të tillë nuk kemi, të mirëfill çfarë duhet jetë nuk kemi në Kosovë, njëjta gjë ndodh edhe me këto dy subjekte politike që tani po ribashkohen dhe në këtë rast do të kisha bërë me lidhjen demokratike një bashkim që është pa asnjë parim, një bashkim që nuk ka fije morali politike njerëzor, se deri dje zonja Osmani ish presidentja, kërkoj falje, po jeni pak të dalë në kontradikt me vetë. Jo tash atë du ta sqaroj. Paraprakisht këtu nuk kemi parti djatha të majta sa i përket ideologjisë, dhe tash po thu që deri dje zonja Osmani ishte hiç më shumë se notere e partisë në pushtet dhe e kryeministit Albin Kurti, sa që edhe datën e zgjedhjes e caktonte vetëm kur kërkonte partia në pushtet. Deri në momentin kur ata i premtuan se do të jetë sërish presidente, ndërsa në momentin kur u kuptu se vetëvendosja nuk ka vot për zonjën Osmani, tash dalin edhe thonë se kishte takime edhe me Vučićin të sësoj. Pra, ajo është kthy në një subjekt politik të cilin e dëmtoj dhe nga 20% e solli në 12%, ndërsa del subjekt, pikrisht është ajo që e shkatroj. Ndërsa sot del kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe sot del Abdigjiku kryeministër e zonja Osmani. Puna çon kopja. Asnjëherë nuk mund të jetë kopja më mirë se origjinali. Një vërtet e madhe është mes këtyre dy bashkimeve. Po, veç është një vërtet e madhe e dallimit në mes të kur kanë luftuar, kushtimisht e mi garuar bashk dhe kur garojnë dama, sepse populli, zonja Shabani, ka po dhe zonja Maliqi si një lloj binomi politik. Edhe tash që ky binom politik në 2021 ka qenë edhe qelësi i suksesit. Por tashmë nuk i kanë binom politik, tash i kanë krejt polje të kundërta politike. Qysh do të përkthehet kjo në vota realisht? Sepse kush ma mirë se Vjosa Osmani e një ma mirë bashkë qeverisin me Albin Kurti duke marrë parasysh se kanë jetu gjatë politike. Po jep autogolla vetës së vetë. Çdo ditë. Ajo, çdo intervistë që ajo del me folë dhe çdo takim me qytetarë që del ajo në atë që përbojnë ato hajde folim, ajo po jep autogolla, se fillimisht thot, ne kemi pasur një marrëveshje me Albin Kurtin që dhe për 10-15 vitet e ashme me bashk rrugtu bashk, dhe do më thonë kjo ka qenë dakord për atë marrëveshje me shku bashk, dhe në të njëjtën kohë, mas një 2 minuta avdel, thot, e përmen bon stilin, e përmen Amerikan, e përmen FSK-n, përmen probleme, do më thonë që ajo i ka po gjatë mandatit të saj si presidente dhe edhe ka heshtë. Të cilat mund të ketë ndikuar në fraksionalizim në këtyre dëve, ndarin e këtyre dëve. Pra i ka po që ato do politikës. Kjo s'ka pas me bo zohesht nëse ishtë bo presidente kjo. Je votat a e shkën prapa të. E mendani kështu, zonja? Realisht, unë e kam thënë edhe këto në ditët e para kur zonja Osmani tentativën e pare bëri që ditën e fundit të mandatit saj e dërgoj draft ligjin për votimin e presidentit drejt për drejt me vot nga populle dhe të gjitha veprimet që i bëri aso kohë ishin veprimet të ngutshme që është nxënë pikrisht për shkak të mos të vazhdimit të pozicionit të saj, por mendoj që nuk është momenti tash të flasim për një gjë që kanë ndodhur dhe kemi diskutuar mjaftueshëm. Është e tejkaluar, e diskutuar, e tejdiskuttuar. Kur ta bëjmë paralelën mes limajt edhe kësaj, Menoj që opozita dhe sidomos LDK-ja është mjaftueshëm në rënje që ta diskutojmë këto në studio. Unë ma shumë isha fokusu tek fushata dhe me që kemi të diasporës këto, që mënyra e bërjes së fushat të Zotit Kurti atje. Deklaratat e cilit ishin u bën edhe mediale, dhe unë kom pa disa probleme të mënyra dhe të mënyra se qysh është përqu patriotizmi në diasporën tonë. Po, dhe këtu desha ndalëm shumë faleminderit që po hapë këtë shtek të diskutimit. E pa deklaratën e djeshme të Zotrit Kurti që e kishte bërë para të rimëve në diasporë, pra a i fliste
se çfarë libra do dojtë ja propozojnë ata të huajve që dëshirojnë të lexojnë nga gjua shqipe. Dhe çështja është tepër mirë, normalisht do t'ja japja librat e Kosovës dhe Putinit, edhe secili person me lexu. Por është ky momenti, edhe ajo është çajo forma që ti me ngreni investitor prej diasporës me pru në Kosovë. Absolutisht, na duhet me pyet veten të gjithë se çka zoti Kurti ka bërë për gjatë këtyre 5 viteve qeverisje për diasporën. Dhe çka ka bërë? Asgjë. Do të thotë asgjë nuk ka bërë për diasporën, përveç deklaratave patriotike të cilat i bën vazhdimisht ko pas kohe në mënyrë që të mbledhë sa më shumë elektorat. Nëse konkretisht ti vërtet e vlerëson diasporën, as një mas lehtësuese nuk e ke bo, nuk e ka bu kartonin e gjelbër, nuk e ka heq aksizën për automjetet më të vjetra se 10 vite të cilën e ka premtu në mandatin e kaluam. Nëse realisht ti e vlerëson këtë diasporë, pse nuk ju rezervon vende në kuvend? Është legjitime, kanë shumë vende që ti ki diasporën të përfshirë në kuvend. Atëherë pse nuk po i angazhon drejt për drejt? Çfarë mase lehtësimi është kjo? Hyn 100 milion euro shteti garantues që ata me marrë kredi. Çfarë ndihme është kjo? Nuk ka asnjë lloj ndihme për diasporën dhe diaspora janë të vetëdijshëm besoj për këtë çështje. Është pak jo e këndshme kur çlirimtarët akuzohen ose ju cenot integritetit dhe ata duar trokasin, nuk është e bukur për neve me po as pak. Mirë po, do duaj me u vedisu sa ma parë në mënyrë që mos lejohet për qamja, sepse unë e kom dëgju një deklarat, e kom dëgju komplet fjalimin e Albinit në diasporë, dhe është një deklarat e ti që nuk është bo problematike, dhe është shumë problematike, dhe është thelbi kësaj. Nëse e dini thot, është shumë e çuditshme që është në kufirin shqiptar, ka shumë dëshmorë. E ka thonë edhe më herët. E ka thonë në fjalimin në diasporë. Kjo do të thotë, e di ku të qënë kjo? Kjo të qënë të kush i ka vra atë të kufiri shqiptar. Ata e më vra me zveti. Kjo deklarat është aq e rëndë sa që mundet me u përdorë. Operacioni Shigjeta, operacioni kryesor ka qenë thyrja kufiri shqiptar, pashtriku koshore. Absolutisht e ka dhënë në konotacionin e tillë, më falni. Po, do të them të kjo zotri Blakaj. Është i kalu, po nëse e përmend që ka shumë të vrarë dhe shumë dëshmorë në kufirin shqiptar, është skandaloz, është deklarat që ti mundesh me e përdorë, sepse atë pretendohet se kuptoj cila është e keqja e kësaj deklarate. Nuk për paragjykoj deklaratën apo atë që po thonë ju. Veç nuk për kuptoj pse ka konotacion negativ. Nuk i përmend të gjithë dëshmorët dhe luftën tonë çlirimtare të cilën e njollos vazhdimisht me krerët e saj, të cilët i quan ose çlirimtar ose hajn, ose zullumçar ose hajna ose bandita, të cilët don me mohu vlerën e UÇK-s, e cila do duhet të ishte e paprekshme, e mohon në mënyrë që na sot ta bëjmë këtë diskutim dhe në mënyrë që ajo të duket sikur ne po i mbrojmë këta hajduta, por na po e mbrojmë realisht dhe duhet pasur shumë kujdes, sepse na jemi duhet mbrojt luftën e UÇK-s, e cila duhet të ndahet me qeverisjet e pas luftës, duhet të ndahet absolutisht nga tentimet të tilla të zbehjes së vlerave të UÇK-s, sepse tentimet e tilla çojnë tek përçarjet, të cilat më pas e zbehin luftën e UÇK-s, sepse me këto pretendime në të ardhmen asnjë i ri nuk do të tentoj të shkoj në luftë dhe të çliroj vendin nëse përfundon. Urojmë mos kemi lufta. Urojmë mos kemi, por kjo çon tek Po, do të them tek Korabi sepse edhe ashtu e lam pak anash. Po, zotri Blakaj. Para kur u fol për përqindjet dhe u përmend Miloševići dhe Enveri. Ja, ajo është çështja të cilën do doja ta tek kalonim. Jo, absolut është deklarat e zotit Kurti. Dëgjoj kur kanë qenë të tjerët në Po mirë, jo gjithçka që ka thënë zotri Kurti është e marrë dhe e menshme dhe do ta trajtojmë. As tash. Mirë po, ky është problemi. A do të krijosh hapësirë. Mbështetësit e tij nuk janë në dieni se çka. Merr hapësirën zotri Blakaj në Kosova Today. Problemi është që mbështetësit e zotit Kurti. Po, unë nuk jam në studio dhe ju e dini. Mirë. Ja japim hapësirë pak zonja Shabani. Kosova voton në një sistem demokratik që nuk është i ngjashëm me kohën kur është votuar për Miloševićin, për Enver Hoxhën ose për Hitlerin. Ne kemi sistem demokratik dhe përqindjet kanë rëndësi. E dyta, zotria mbrojti qëndrimin që bashkimi me PDK-n është bashkim parimor dhe të tjera, ndërkohë që me koncept nuk e pranon bashkimin e Vjosës me ata. Ndërkohë që të dyja janë bashkime puro për interesa të ngushta. Dhe nën tërë që do doja të
ta shtrinin debatin është kjo. Nuk ka të drejtë askush të pretendoj ta mbrojë luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës nga vetë populli i saj. Sepse maksima që shërbimi dhe lufta... Veç lab nëse banë, nuk ka të drejt lab, pra, nuk ka të drejt kërkush me një losë luftën shlirimtare, pra lab. Zonja Malici, me lejo, nuk ka të drejt askush që flamurin kombëtar, ushtrinë shlirimtare të Kosovës, luftën, përpjekjet për liri e të tjera, t'i bëj si aur dhe si perdë mbrojtëse kur e shkel ligjin, vjedh, korruptohet, madje edhe i prek territorit e vendit. Nuk ka të drejt, duhet t'i ndani gjërat. Çka është UÇK? Po, më falj veç pa, veç zotri Blokaj, lutna, do doja të mos ikim nga thelbi i debatës, sepse thelbi i këtij debatës është deklarimi i djeshëm i të parit të PDK-s në lidhje me bashkimin e Limajt edhe PDK-s. Çështja është shumë e thjeshtë. Cila do t'jenë përfitimet e këtij bashkimi, sepse po kthehemi gjithmonë nga që jemi me një moment para zgjedhjeve po i përsërisim temat. Do doja të di tash e tutje çka ndodh, sepse zotri Hamza është i pari që është adresuar një problemi, të paktën unë që kam dëgjuar dikon të fol për një problem real që e kena, kjo zotri Hamza që foli po na ikin të rinjt edhe të rejat jashtë. A ki ndonjë ide ti? Në qoftë se ky binom politik, po them prap, Limaj PDK mund të bëjë diçka në ndaljen e këtij trendi. Më e mira që do të bënin këta do të ishte të zhdukeshin nga skena politike e Kosovës dhe të pensionoheshin. E para, kjo që apo do të labi spajtona e që me to, e para lab. Korab, se t'ip se po të thamë lab. Kanë s'par të ofrojt. Korab. E para, nuk mund është me thonë me mbrojt. Më falë, kur del Fitore Pacolli edhe të thëtë që këta podojnë Hashimi, Kadria edhe Limaj, e Ramushi, kanë dasht me shqitë Kosovën, po është e pa mundër më rekorab mos me reagu, por qysh ka dasht me shqitë Kosovën dikush që ka ka pushtën me dek për këtë vend. Ma thoni ju që po e mbroni vetë vendosin, qysh e shetë Kosovën dikush që ka mujt me konë dëshmor dhe kemi mujt krejt me shku me ju që lullet e varët. Dhe me thonë kjo është, jo për kjo është e pakapshme lafë edhe shmuna para agu. Nuk e pyetja thjesht, pyetjes aty, Korab. E pyetja thjesht, dikush që ka pranu me sakrifiku jetën e vetë, ti po e shuan si po e akuzon për shitjet Kosovës. E dyta, nuk mund është mi thonë dikush çdo kohë nga skena politike, për shkak se, po që ta, Korab, që po thu ti, që duhet më zhduk nga skena politike, më falë, a kujton ti Kosovën në vitin 1999, kër nga dalë për luftës që shukon totalisht e shkatrume, totalisht e djegjne. Unë e vi prej një rajoni të Drenicës, ku ketë u kon e djegjne edhe shkatrume. Familja jam dhe komplet Drenica ka flajt jashtë, ka flajt në për tenda. Dhe që kjo Kosovë është rindërtu nga qita njerëzët që ju sot po të kërkoni mu zhdu nga politika dhe që fatë barsisht ta ende janë të rinë e mosh. Ta luftën edhe shtetë ndërtimin e kanë bënë e moshën dikun 30 vjeqare dhe sot i kanë ka 55 vjetë ose 60 vjetë dhe ju po kërkoni me një bagazh të tillë që kanë mu zhdu nga politika. Nëse është dikush mu zhdu nga politika, duhet mu zhdu të gjitha ta që e njollosin në krye me Donika Gërvallën luftën e drejtë shkrimtare të këtij vendi. Edhe njëherë, luftën e ushtrisë lirimtare, më së shumë ti e njollosin ata vetë që e përdorin si mbulesë për gjëra jo ligjore. Ne jemi këtu të shmitari. Me thonë unë si jëmë kanë luftën, me thonë si jëmë kanë lufta, qysh po thuti? Qa po thua? Ta me thonë, valla na kena shliru venin, po s'po folë mua për këtë punë. Jo, more, bilon menoj që ata shumë pak kanë folë për atë punë që ata është me folë. Kër e shkeli ligjin, nuk duhet dhe prej ligjin ndaj meje. Po cilin ligje kanë shkel? Po kanë qenë në Korab, edhe në gjykata, edhe në burgje, edhe në krejt kanë qenë. Shka jetë të thonë? Unë mendoj se këto gjëra duhet ndarë. Duhet ndarë si nga ish luftetarët apo pjesëtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mirë po duhet ndarë edhe nga ata që nuk kanë qenë pjesë e ushtrisë lirimtare, e ndoshta nuk kanë dashur as me e pa atë ushtri, e sot mirën me dëbamat të tyre. Unë mendoj se këta duhet mirëm e të shohim se çka po bën ky pushtet ose këta njerëz për Kosovën në 6 vitet që kalun. 6 vite me 4 miliard buxheti janë 18 miliard, ndërsa nuk e kemi asnjë vepër madhore. Unë rastësisht dje kalova rrugës që shkon për Obiliq dhe e pash nga 2 termocentralet, Kosova A dhe Kosova B, ishte vetëm një oxhak që tymonte. Vetëm një oxhak që tymonte. Dhe rrjedhimisht kjo e sjell importin e mall
që sot Kosova e ka të energjisë elektrike, kryesisht nga Serbia. Po rastisht mbrëmje, po e dëgjoj se 800.000 euro në ditë importohen rrymë sot, kur jemi në pikë të verës, në kohën më të mirë kur termocentralet duhet prodhojnë. Gjithmonë është diskutuar një bashkërendim i Kosovës me Shqipërinë, pasi që Kosova ka termocentrale dhe gjatë kohës e verës mund prodhoj rrymë shumë, ndërsa Shqipëria gjatë kohës e dimrit, pasi që ka rezervat mjaftueshme të ujit, e ne pikrisht në kohën kur duhet prodhojmë shumë energji, importojmë shumë energji. A thua pse po vje ky importimi rrymës? Është vetëm shkaku. Po, jo, për me diskutu për çështjen që tha zotri Blokaj, mbase me zotin Shabani e zgjidhëm shumë shpejt. A zotri Shabani, çështja është shumë e thjeshtë. Sot, kujna i konvenon shkatrimi i vlerave të UÇK-s? Cilit shtet i konvenon? Serbis. A ka mundësi, zotri Blokaj mund të ketë informacione për këtë çështje, a ka mundësi që kjo të jetë agenda, pra? Shkatrimi, denigrimi i vlerave të luftës. A jena tu bo, po pikërisht për që ato po dajtë zotri Blokaj se një farë forme të sikur pëmbruna farloj qasje që e kanë, dhe pas taj çështja ime është në qoftë se jena tu jabu argatin dikojna me ose pa vidije. Problemi është ju po keni dëshirë me kështë interpretu shëndrimin tim. Ligji për vlerat... Sepse kena një kish kuptim base vetëm ta rregullon zotri Blokaj. Pa tjetër zotri Blokaj. Mbrojtja më mirë për UÇK-n është të vërteta. Dhe jo manipulimi për të vërtetën për të përfituar sot me pushtetin. Dhe cila është e vërteta? Vërteta e pushtetit kurtet. Jo, të lutem. Na kena folë... A bën ju dëgju apo... Po cila është e vërteta, se për na thu sikur është e vërteta absolute ajo që po e thoni jo. E vërteta është realiteti, jo ajo që ka thu te, asaj që ka thonë. Cili është realiteti? Është realiteti që Hashim Thaçi e ka folur zjetër për Amush Haradinani, për zotin Lima e për të tjerë, për Jakub Krasniqin. Këto janë komplet irelevante me atakimet që i bën zotit Thaçi ndaj kundërshtarëve. Është vërtetë e kundërta që zoti Lima i ka folur. Zotri Blokaj. Zotri Blokaj, çështja janë dorë për parime. O zotri Blokaj, me këshyra ashtu oponenca politike ka posë edhe Recep Shosja me Rugovën, edhe Rugova me Kadarin, edhe të gjithë kanë posë oponenca të ndryshme të momentit. Cilën UÇK po dëni me mbrojt ju për popullit. Ajo ka qenë vlerë e popullit tonë. Jo, e ki gabim, jo e më falj. Jo, zotri Blokaj, ne po dojna me mbrojt. Blokaj, base ka gabim perceptimin. Ose mos pajtimet politike të individve apo të subjekte politike nuk duhet i përkthejmë në luftë kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës. Se si Hashim Thaçi ashtu edhe Ramush Haradinaj edhe gjithë ata kanë qenë pjesë asaj ushtrie dhe ata nëse kanë pasur kritika ndaj njëri tjetrit nuk kanë pasur ndaj luftës dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës. Është një në rusë këtu se... Njëri ka thënë, ai nuk ka qenë, i ka thënë komandanti Bllacës. Jo, unë menoj se... Ama një krojsh një fjalinë se... Vesh një sekundë. Falj vesh pak, zotri Blokaj. Nuk po thot kërkush që UÇK-ja është një partije politike. Leta hjek këtë farë idenë. UÇK-n do të me mbrojt prej që atyre që po thojnë s'ka edhe UÇK, edhe shlirimtar, edhe zullumqar. Apo kupton? Është kjo agjendë, në thelmë. Ja, po, normal që s'ka edhe qlirimtarë dhe zullumqarë, se qlirimtarët i kanë luftu zullumqarë. Zullumqarët kanë shkutash. Qa është zoti Kurti këtë rast që reprezentohet atje? Problemi është që është të e paraqit një kompleks të ti të mos kontributit të vetë gjatë luftës tek njerëzit të cilët ndoshta edhe e ndjenjë këtë gjë. Por mirë është me e vlerësu para se me ndi me pas këtë ndjesi, se jo të gjithë luftojnë, kanë luftu 2.5% e populatës tonë, dhe me thonë është shumë pak krahasu me ata që kanë pas të drejtë të luftojnë. Nuk mundesh me e zhyt vlerat e luftës nëse donë me mujtë kompleksitetin tonë që s'ke mujtë me marë pjesë në luftë, ose s'ke dasht me marë pjesë në luftë. Nuk është faji i atyre që kanë dhonë kontribut, e që kanë dasht me dhonë sakrificë, e me ra dëshmorë për këtë vend. Nuk është problemi i tyre, është problemi jëtë. E kjo është problemi i zotit Kurti. Është e dhëmshme, më falmi shpak, është e dhëmshme që na ende diskutojmë për këtë gjë që UÇK-ja dashtë me kanë vlerë e shaj. Do më thonë, se cili prej neve kur ta përmenim fjallën UÇK-ja, më burë. E jo tash na mu që me reagu për deklaratat të kryeministrit, për deklaratat të ministrit së drejtësisë, sepse neve që kemi përjetu luftën, mu nuk ma ka përdin. Qysh një kryeminister i vendit tem del edhe thot s'ka edhe shlirimtar edhe zullumqar, ndërkohë që del një ministre tjetër
tjetër, thot, që thash ma heret kanë dasht me shqit Kosovën, del një ministre tjetër, thot, pajtona me deklaratit ati deputetit që Hashim thash që duhet mu dënu përjetësisht. Për një me mu nuk ma ka përdin. Nëse nuk do duhet të ishëm nasët në këtë situatë, do duhet në vitin 2020 me u votu ligji për vlerat e luftës, të cilin në vitin 2018 zoti Veseli pa dërguar në kuvend, në vitin 2020 i ka pas veç 36 vota, do me thonë nuk është votu as nga vetëvendosja, edhe as nga LDK-ja. Çka do thotë që nëse e mon në racionin që vetëvendosja ka kontribu ose është të e vlerësu luftën e UÇK-s, nuk ka asë një fakt të tillë, qoftë për ligj, qoftë për gjykatën speciale për sigur do të mbronte do ta votoni ligjin për ndryshe, se edhe kjo do të ishte pastaj mbyllur kjo format. Pikërisht, nëse ajo do të ishte votuar për të rikthyer edhe një herë. Thelbi i kësaj bisede është ky. Ata që duan dhe e vlerësojnë vërtet UÇK-n, sot e ndërtojnë shtetin që ka qenë edhe ideal edhe produkti asaj lufte. Ata që nuk e dojnë UÇK-n, sot janë hojna edhe janë zullumçarë. Kjo çështje është të thjeshtë, mos u mundoni me interpretu pa pikë nevoje, domethënë ata që e duan vërtet UÇK-n, UÇK-ja ka luftu për me themelu një shtet. Ky shtet i themelum duhet mu zhvillu edhe me ecë tutje. Dhe tani, kur paraqiten persona që në emër të luftës keqpërdorin, ne duhet të flasim ndalë. Këtu është lufta dhe këtu është keqpërdorimi. Pra shkojmë, vlerësojmë luftën edhe angazhohem kundër keqpërdorimit. Krijoni distancë nga ajo aura që dikush mund të ketë luftuar dhe tani e ka të drejtën e botës. Zoti Bllaka, jam veç një pyetje. Ka luftuar ka të drejtë të korruptohet, jo absolutisht. Zonja Maliqi. Ju thoni për që kanë dash me shqit Kosovën deklaratën e asaj zonjës. Po është fakt se është lobuar për shkëmbim territorësh. Dhe ky është interpretim. Dhe është interpretim politik. Më thënë, në emën këtij interpretimi politik, vetëvendosja i ka fituar zgjedhjet. Nuk duan. Dhe pikërisht dhe zotri Bllakaj kanë propaganda korab. Jo, dhe kjo ka ndodhur zotri Bllakaj para 6 vjetëve. Çështja jonë është, në këto 6 vitet e fundit, çka kemi lëvizur ne me vetëvendosjen dhe cila është rruga që do të marrim, e kupton, sepse ne mund të kthehemi edhe në periudhën e Skënderbeut, pastaj historitë flasim për çka i kontribuojmë të ardhmës të momentit, a e kupton? Kështu që e lajmë historinë anash, jena në çit moment, jena me një moment zgjedhjeve, e din pak a shumë situatën e blokadës që e kena që një kohë gjatë, zhvillimin ekonomik që e kena në krahasim me Zvicrën edhe sot, jo satirisht e kjo normal, cila është forma për mes nga përpara. Lej komandantat, e kanë kry punën e vetë, 99-ën. Një pyetje kam që të lidhet me qëta. Sa land i ka inicu qeveria Kurti për ata që kanë korruptu gjatë qeverisës së tyre? Se na nuk dina ndonjë land që ka inicu për deklaratat të tilla në publik, sepse nëse sot i thua haj një qeverisje që ka skadu para 5 vitesh, duhet kesh fakte. Duhet kesh fakte, duhet me inicu diçka në gjykatë, se për ndryshe këto janë veç deklarata. Është raportu për korrupsion, për ta nuk ka inicu asnjë rast në gjykatë në lidhje me keqpërdorimet që kanë ndodhur ndaj prej qeverisë nëse na kemi pas fakte për këtë çështje. Dolëm komplet nga tema, u zgjerum shumë gjëra tjera. Eksepsiona dhe krejt në fund do të më unë edhe pse vi pi diasporë mbeta pa thënë asnjë gjë rreth votës së diasporës, që unë mendoj se një pjesë e mirë e mërgjimtarëve tanë që jetojnë e veprojnë në vende të ndryshme janë një viktimë e një politike shumë populiste që e ka bërë për vite të tëra që partia në pushtet dhe pikrisht ajo i ka bërë që ata të vinë dhe të vrapojnë pas tyre të votojnë e nuk janë të kujdesshëm asnjëherë që të kërkojnë edhe drejtat e tyre për përfaqësim, jo vetëm për të votuar, por edhe për të votuar. Edhe një gjë që desha ta them se më duket sikur është lënë në harres dhe pikrisht këto ndërskopcat politike në kohë fushate e kanë bërë që shumë pak të flitet për ligjin e fundit që është miratuar nga Parlamenti i Kosovës
për shtetësinë e ardhacakëve sërbë, që është një ligj shumë antikombëtar. Është një ligj antikombëtar që unë mendoj se me këtë ligj brenda 2 viteve Kosova do t'i ketë 500.000 sërbë që do t'a kenë shtetësinë e Kosovës. Dhe, Zot Reveliu, e dha pikën, unë juftoj të gjithve që nesër mund t'a diskutojmë këtë çështje për debat, sepse është jashtëzakonisht interesant t'a diskutojmë në një herë tjetër, sepse tani më dhe ka përfundu koha. Ne kishim hapur një sondazh për publikun, kishim një pyetje interesante, besoj se regjia tani më ka gati, e shohim sondazhin dhe e komentojmë. A do të ndikojnë rezultatet e zgjedhjeve në bashki, a do të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve Bashkimi Hamza Limaj, po mendojnë 54% dhe jo mendojnë 26%. Është fakt, se unë mendoj se do të ndikojnë në përqindjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, Partia Demokratike do të ketë rritje, për shkak se Lima e dim që ka një bazament të votave në Malishev dhe në disa pjesë të Kosovës. O, dikun 15 vota vetëm i ka. Asambleista të vetë, pra që kjo do të ndikojnë në rritjen e përqindjes e Partisë Demokratike të Kosovës. A do të ndikojnë në rënjën e vetëvendosjes? Kjo do të ndikojnë në rritjen e Partisë Demokratike, mirë, po nuk mendoj se ndikojnë në rënjën e vetëvendosjes për shkak se elektorati i PDK-s nuk e ka votuar vetëvendosjen asnjëherë. Po ku do t'i përshkoj votat zonja Shabani? Kjo koalicion, themi kushtimisht koalicion, sepse ma shumë është bashkim se koalicion. Po, unë besoj që kjo bashkim do t'a forcoj PDK-n, pak, por është shumë e rëndësishme se gjysh do të vazhdoj fushata e BTK-s ditëve në VM, sepse nuk, me thonë drejtën, ende nuk kompone i fushat çfarë do duhet ishte. Sot zoti Kurti është të bo fushat 2 fish ma shumë se sa opozita, që do duhet ishte e kundërta. Kjo opozit do duhet me dalë në konferencë, nështë ajo çdo ditë, po çdo dytë në ditë në lidhje me këtë qeverisjen që ka ndodhur për 5 vite ose 6 vite. Kështu që kemi mjaftueshëm tema të cilat kjo opozit mundet me i vënu në pa në lidhje me qeverisjen e këtyre viteve të zotit Kurti. Prandaj deri tash nuk kemi pa dhe ka shumë rëndësi në rezultatin zgjedhor se çka do të ndodh me opozitën dhe çysh do ta bëj fushatën kjo opozit. Po, edhe shumë shpejt, zotri Bllakaj, cili është mendimi jot për këtë çështje? As ky bashkim që tenton të fshehë dështimet të njëri tjetrit dhe as bashkimi i LDK-s me Lumirin që po ashtu tenton të fshehë dështimet të njëri tjetrit nuk do ta ndikojë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. E qartë, mirë, atëherë zotri Bllakaj, faleminderit që ishe me ne, zonja Malisi, ke thënë se ky bashkim është për një palë zgjedhje tjera, këtë çështje do ta mbaj vath në vesh e diskutojmë ditëve në vazhdim. Jo, është në të mirën në të ardhmen, është në të mirën të 2 palëve, thash. Se çfarë do të ndodhë? Të na presin. Mirë, do një palë zgjedhje apo na presin, ajo, kjo është opinioni zonjës Malisi, do ta kemi kohën edhe prezencën e saj ta diskutojmë ditën në vazhdim.